Mbërriti për publikun fierak, shfaqja 15 ditë prilli e cilësuar nga kritika se një ngjarje që nuk duhet humbur. Shfaqja e realizuar me regji të Driada Dervishit, dramatizimi i romanit me të njëjtin titull i autores Anisa Markarian dhe interpretimin e 12 aktorëve që luajtën brenda një shfaqje 3 deri në 5 role. Për të mos e kyer kur më kokën pas. Koha kalon e njerëzit harrojnë. E me gjitha të ka ende që thonë se ky vend është. Nga 400 faqe roman, u realizua një dramatizim 1 orë e 40 minuta, ku në ngjarje tregohen 15 ditët e festimit të ditëlindjes së ish diktatorit në mbretërimin e tij, as i gjallë as i vdekur. Në skenë me një lloj dinamike, erdhi një periudhë 2 javore, duke përshkruar ngjarje të ndryshme që ndodhin në jetën e njerëzve që mbijetojnë në një regjim shkatërrues. Teksti është një gërshetim i situatave, si dramatike, aq edhe groteske, aq edhe me nota humori që e bëjnë shikuesin të buzëqesh. Ndërthurja e aktorëve në roli solli historinë e pa treguar në emocione deri te brezat e ardhshëm, ndërsa regjisorja Driada Dervishi e cilëson si produksion të jashtëzakonshëm për shkak edhe të pjesëmarrjes së 12 aktorëve dhe njëkohësisht një sfidë të veçantë për të. Besoj që 15 ditë prilli është një pjesë në fakt që nuk të lë indiferent, është një pjesë që të përfshin, sepse vërtet janë 15 ditë, por në fakt është pothuajse 50 vite historisë të Shqipërisë, një histori që ndoshta brezi im është i fundit që e mban mend dhe ka jetuar disi, është por aq e rëndësishëm për të mos e harruar të shkuarën, por nga ana tjetër edhe për të mos shkëputur brezin e ri nga ajo që vërtet ka ndodhur dhe ata nuk e kanë jetuar. Ndoshta flitet shumë pak në shkolla, ka filluar të lëvizin gjërat për të folur pikërisht për këtë periudhë, por siç thot një shprehje shumë e njohur, nëse nuk duam që historia të përsëritet, atëherë duhet që vazhdimisht ta kujtojmë atë. Ishte pjesë e vështirë sepse të gjithë aktorët kanë bërë nga 3-4 role. Do me thënë dhe të kalosh nga një figurë ke tjetra, brenda një shfaqje nuk është gjë e thjeshtë. Dhe megjithatë, mendoj që ja kemi dalë me sukses. Shfaqja kudo që e kemi dhënë është mirë pritur, si dhe sonte, që u mirë prit jashtëzakonisht. Ta falenderojmë publikun e Fierit, që është gjithmonë shumë i dashur edhe është mikpritës, nuk diskutohet, sepse edhe ka jetuar me teatr, e njeh teatrin. Do me thënë, s'duhet me harru për ta patur jetën më të mirë, sepse ne që i kemi kaluar ato periudha, ne e dim shumë mirë me i fjalë se si ka qenë dhe se si është. Dhe me thënë, pikërisht, prandaj, themi kujtesa është gjë e mirë. Kujtesa është gjë e mirë se të bën që t'esësh përpara ndryshe. Fieri na priti shkëlqyeshëm. Ne menduam që do të ishte një pritje shumë e mirë sepse spektatori i Fierit e ka dëshmuar që e do teatrin, i do shfaqjet, i përqafon shumë dhe vumre dhe gjatë shfaqjes që e kanë ndjekur me shumë vëmendje, edhe duar trokitje të gjatë na mbushën plot. Është një shfaqje e cila i përket të gjitha kohrave në fakt dhe them që nuk flet vetëm për Shqipërinë, por në një lloj mënyre si temë trajtuar, edhe gjithë personazhet flasin edhe për më gjërë. Në 5 rolet e mia, 5 karaktere, ishte goxha e vështirë sepse koha për të hyrë nga njëri karakter në tjetrin është jashtëzakonisht shumë e shkurtër. Besoj që ja kam dalë, besoj që është kuptuar edhe nga duar trokitjet e publikut. Them që kam bërë 5 role të cilat në thelb ne nuk është se i kemi prekur, si thua, këto lloj karakteresh apo ato kohë. Dhe ka qenë pak e vështirë në fakt për të hulumtuar se si kanë qenë njerëzit në ato periudhë dhe se si arrin njeriu të jetë aq i nënshtruar dhe aq i bindur ndaj diktaturës edhe ndaj pushtetit. Kjo shfaqje në fakt sidomos brezi tim e tutje na bën shumë mirë sepse na rifreskon memorien për çfarë të kaluarit e errët që kemi kaluar. Ne vim fakt mbas 3 muajsh pauzë dhe ishte një emocion i veçantë. Jam shumë i kënaqur, shumë falenderues publikut të Fierit që na ka pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Është përgjegjësi shumë e madhe sepse përveç se është ju ka mua aktore e madhe, është edhe nëna ime të në skenë dhe unë ndjej përgjegjësinë edhe nga ana e saj, domethënë ka një lloj emocioni disi ndryshe, si më thën, por është me vërtet një kënaqësi shumë e madhe. Është privilegj dhe është nder për brezin tonë që kemi mundësi të luajmë me aktorë që në atë kohë kanë qenë, si thua, njerëzit që i sillin lumturi këtij vendi. Në shfaqje interpretuan Ylka Mujo, Hermin Çuli, Alesia Xhemale, Iromir Zalla, Soela Bako, Mimoza Marianaku, Amoza Aria, Adelina Muça, Giuliano Brisku, Aleksander Seidaj, Sanie Hoti e Jaho Guma. 15 ditë prilli vjen me muzikë të Rona Kastrioti dhe me skenografi të Beqo Nanaj në sallën e teatrit Bylis në Fier.
shqiptari